besimtar të vërtet. Pra veç këta janë qështu besimtar që duhet. Janë ata të cilët kur u përmendet Allahu u dridhet zemra. Kur u përmendet Allahu u dridhet zemra. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu, edhe kur t'ju lexohen ajetet e Zotit, i shtohet imani. I shtohet imani. Dhe kjo vëllazër mund është me provu të vetvetja jote. A dridhet zemra në emrin e Zotit a nuk dridhet? Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. A dridhet zemra kur përmendet Allahu subhanahu wa taala, apo runa Zot emri Allahu te na është bën një emër i zakonshëm? Allah. E ke bëu Allah ka thënë Allah është bërë emër i zakonshëm. Jo emër i përvetshëm, jo emër i madh. Me thënë Allahu subhanahu wa taala, Zoti i gjithësisë, Rabbul Alamin. Ai është Zoti jon, ai na ka kriju neve. Ne jemi rob të atina. Emri i Zotit është emër i madh. Allah thot Sabbih isma rabbika. Madhnoja emrin e Zotit tan. Ti çka thon se edhe në ruku? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. E madhnon emrin e Zotit tan. Andaj kur të përmendet Allah do të më të shtu imani. Thot Allahu subhanahu wa taala dhe mbështetën vetëm te Zoti i tyre. Gjithashtu vëllazër, Allahu xhelle xhelalu kur i ka përshkruar besimtarët e sot i bindën vetëm Allahut subhanahu wa taala sura Maryam ajeti 58 thot Allahu xhelle xhelalu idha tutla alehim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Thot Allahu subhanahu wa taala kur u lexohen ajetet e Rahmanit besimtarëve apo pejgamberëve që shkojnë transmetime edhe komente, kharru sujadan, bin sejdë, wa bukiya, dhe qajnë për hir të Zotit subhanahu wa taala.